kur do që shkojmë zgjedhje, mendoj që LDK-ja është praktikisht e shkatrume, sepse atje pa peshjen qeverise. Dhe më thonë ti kur dënë. Mas një 3 javë atje 3 muje, quhet një mëngjes atje thot këta ku ta di unë janë ajo shkolla vjetër e qeverisës, edhe ku ta di e gjoni arsyetim edhe nxjerr pi qeverisë. Edhe këta dalin, dhe më thonë, edhe të humbën, edhe dalin kështu në kuptimin që korritin, sidomos tek votuesi LDK-s, po si do të qoftë, këto shihet që Vjosa dhe Lumiri e kanë pas një taktik që të shpëtojnë në këtë rast zoti Abdi Gjiku nga rënja ose nga shkarkimi atje, të i majtë atë një pjesë njerëzve t'ju thonë që na pëhim në qeveri, edhe pëmojmë presidentin, edhe doj sistemojmë, edhe kështu paka shumë kënëmërimi bo që ato vota sa më metë në kryet partisë. Tash sa është e lavdesh me kja, mbetje në kryet partisë nuk e di, po nëse ti testohesh 3 herë edhe nuk më rrinë me rritë partinë, mendoj që nuk funksionon. Ta kemi në pjesë të dytë çështjen e fatit të LDK-s edhe zgjedhjeve nëse shkojmë, por në këtë pjesë të parë, do të ketë marrëveshje apo s'do të ketë marrëveshje sipas asaj që po e lexon ti?